Pse Prizreni quhet shpesh qyteti i minareve? Ky emër lidhet me faktin se Prizreni, gjatë periudhës osmane të shekullit 15 dhe 20, ishte një nga qendrat më të rëndësishme administrative, tregtare dhe kulturore në rajon. Gjatë asaj kohe, në qytet u ndërtuan 10 xhami, të cilat edhe sot janë pjesë karakteristike peizazhit të tij urban. Në pamjen e Prizrenit, sidomos kur shihet nga ndonjë kodër apo nga kalaja, minaret e shumta që ngrihen mbi çatit e shtëpive krijojnë një pamje shumë të veçantë. Prej nga edhe ka marrë nofkën qyteti i minareve. Ndër xhamit më të njohura në Prizren janë Xhamia Sinan Pashës, një nga më të mëdha dhe simboli i qytetit, Xhamia Bayraklis, Xhamia e Kuklibegut, Xhamia e Arasta dhe shumë të tjera. Në Prizren aktualisht janë 40 xhami aktive, ndërsa edhe 2 të tjera janë në ndërtim e sipër, që i bie brenda qytetit të Prizrenit do t'i kemi 42 xhami. Pra, emri qyteti i minareve është një simbol kulturor dhe historik që tregon trashëgiminë e pasur islame.